Sot do të eksplorojmë gjuhët që i dhanë formë botës mesjetare, nga fushat e Evropës deri te rrugët e karvaneve të Azisë Qendrore, duke zbuluar se si gjuha ishte shumë më tepër se sa një mjet i thjeshtë komunikimi, por një forcë e aftë për të bashkuar perandori, për të ndarë popuj dhe për të përshkuar shekuj. Përpara se të vazhdojmë me videon, mos harroni të regjistroheni në kanal për më shumë rrëfime dokumentare si kjo. Imagjinoni për një çast sikur të mund të ecnit nëpër botën mesjetare. Jo botën e kështjellave dhe kalorsve që filmat zakonisht portretizojnë, por botën reale të tregtarëve, murgjve, shkruesve dhe udhëtarëve. Një botë ku çdo kufi i kaluar mund të nënkuptonte një gjuhë të re, një alfabet të ri, një mënyrë të re për të kuptuar realitetin. Kjo është bota që do të eksplorojmë së bashku, duke ndjekur tingujt dhe fjalët që lidhen, ndanë dhe transformuan civilizime të tëra gjatë shekujve. Për të kuptuar këtë panoramë të gjerë, duhet të fillojmë aty ku fillojnë shumë histori mesjetare, në rënojat e perandorisë romake. Kur perandoria romake e perëndimit u shpërb në shekullin V, ajo la pas shumë më tepër se sa rrugë dhe ujësiellës. Ajo la një gjuhë. Latinishtja i mbijetoi perandorisë që e kishte krijuar, dhe kjo mbijetesë nuk ishte e rastësishme. Për shekuj me radhë, latinishtja mbeti gjuha dominuese e shkrimit në Evropën perëndimore, gjëja më e afërt që rajoni posedonte me një gjuhë ndërkombëtare të përbashkët. Peshkopët korrespondonin në latinisht. Monarkët nënshkruanin letra në latinisht. Murgjit kopjonin dorëshkrime në latinisht. Edhe pse legionarët romak ishin zhdukur prej brezash, latinishtja vazhdonte të lidhte sundimtarët, klerikët dhe dietarët përmes distancave të gjata, duke qenë zgjedhja standarde për tekstet e destinuara për të qarkulluar përtej një komuniteti të vetëm. Por kishte një paradoks të thellë në këtë mbijetesë. Latinishtja që vazhdonte ishte, në pjesën më të madhe, një gjuhë e shkruar, jo e folur. Alfabetizimi i plot ishte i kufizuar tek pak njerëz dhe latinishtja klasike, ajo e elegancës së lëmuar të autorëve të antikitetit, ishte e aksesueshme kryesisht për ata që kishin pasur arsim formal, veçanërisht klerikët dhe disa antar të elitës. Për shumicën e njerëzve, latinishtja ishte diçka që e hasnin në kishë, në dokumente publike, ose përmes pak njerëzve të arsimuar që dinin të lexonin dhe të shkruanin. Dhe latinishtja mesjetare nuk ishte statike. Gjatë shekujve, ajo ndryshoi në mënyra të dukshme, megjithse mbeti ende e dallueshme. Shkrimtarët prezantuan fjalor të ri për jetën kristiane dhe institucionet e reja që po lindnin. Gramatika bëhej her pas here më e drejtpërdrejtë se sa modelet klasike, e ndikuar nga zakonet lokale të folurit. Disa autorë imitonin qëllimisht modelet e vjetra, ndërsa të tjerë shkruanin një latinisht më praktike, funksionale, të drejtuar nga e përditshmja. Kështu, latinishtja mesjetare përfshinte një spektër të gjerë, nga ajo lartësisht klasiciste deri te ajo haptazi utilitare, varësisht nga kush shkruante dhe me çfarë qëllimi. Ndërsa latinishtja ruante këtë rol formal, në rrugë dhe në fusha diçka shumë ndryshe po ndodhte. Ndërsa latinishtja bëhej gjithnjë e më shumë një gjuhë e arsimit dhe shkrimit, e folura e përditshme e Evropës perëndimore vazhdonte të devijonte, rajon pas rajoni, derisa nuk ishte thjesht latinisht me aksent, por një familje gjuhësh të dallueshme që studiuesit do t'i quanin gjuhë romane. Njerëzit ende njihnin rrënje të përbashkëta midis rajoneve fqinje, por kuptimi i ndërsjellë bëhej progresivisht më i vështirë ndërsa shqiptimi transformohej dhe fjalori lokal grumbullohej përgjatë brezave. Në territorin që sot e quajmë Francë, këto ndryshime prodhuan dialekte të shumta. Në veri, grupoheshin të ashtu quajturat langues dol, gjuhët dol, paraardhëse të frëngjishtes moderne, në jug, oksitanishtja lulëzonte me traditat e veta letrare dhe kulturore. Me kalimin e kohës, një variant i veriut i lidhur fort me administratën mbretërore dhe ndikimin kulturor, u bë gjithnjë e më dominues dhe frëngjishtja doli gradualisht si një gjuhë e shkruar e njohur gjerësisht krahas latinishtes. Ky proces mund të vërehet në përdorimin në rritje të frëngjishtes në regjistrat juridik dhe veprat letrare, madje edhe kur latinishtja mbetej qendrore në shumë kontekste formale. Në Itali, modeli ishte i ngjashëm, por me rezultate të ndryshme. Gadishulli zhvilloi një mozaik të dendur vernakularësh, toskanishten, venecianishten, napolitanishten dhe shumë të tjerë, secili me veçoritë e veta. Toskanishtja do të fitonte përfundimisht një prestigj të madh fal shkrimtarëve të mëdhenj dhe lidhjes së saj me qytet-shtetet e fuqishme, duke u bërë baza e italishtes standarde shekuj më vonë.
Ndërsa në Gadishullin Iberik disa gjuhë romane u zhvilluan krah për krah, forma paraardhëse të kastilianishtes, katalonishtes dhe galiko-portugalishtes, të formuara nga kufijt në lëvizje të vazhdueshme, migrimet dhe kontakti midis komuniteteve të krishtera, muslimane dhe hebreje. Ajo që lexuesit modern njohin si spanjisht bëhet më e dukshme kur kastilianishtja rritet në prestigj si gjuha e pushtetit mbretëror dhe e letërsisë, e përdorur progresivisht në shkrim krahas dhe përfundimisht në vend të latinishtes. Ndërsa latinishtja dhe bijat e saj dominonin Evropën perëndimore, një histori paralele dhe po aq magjepsëse po zhvillohej më në veri dhe në lindje. Gjuhët gjermanike u përhapën në një zonë të gjerë, nga ishujt britanik dhe Skandinavia deri në rajonet e frankëve dhe popujve gjermanofon, dhe transformimet e tyre gjatë periudhës mesjetare ishin aq të thella sa format më të vjetra mund t'i duken një lexuesi bashkëkohor si gjuhë krejtësisht të huaja. Në Angli, gjuha kryesore e fillimit të mesjetës ishte anglishtja e vjetër, që mbizotëroi përafërsisht deri në shekullin G. Ishte një gjuhë gjermanike me shumë lakime, me mbaresa gramatikore të rasave dhe një fjalor që sot tingëllon mjaft i panjohur. Pas pushtimit norman të vitit 1066, panorama gjuhësore e ishullit u transformua rrënjësisht. Frëngjishtja u bë dominuese në kulturën e elitës për një kohë dhe anglishtja ndryshoi shpejt në tingull, ortografi dhe gramatikë. Në periudhën e vonë mesjetare, anglishtja e mesme, e përdorur përafërsisht midis shekujve G dhe GV, tashmë i afrohej shumë më tepër anglishtes moderne, shumë mbaresa rasash u zhdukën, rendi i fjalëve u bë më i rëndësishëm, dhe fjalori u zgjerua në mënyrë dramatike me huazime të mëdha nga frëngjishtja dhe latinishtja. Në Skandinavi, nordishtja e vjetër ishte paraardhësja e përbashkët e gjuhëve moderne të grupit gjermanik verior, islandishtes, norvegjishtes, danishtes dhe suedishtes. E folur jo vetëm në Skandinavi, por edhe në kolonitë nordike të shpërndara nëpër Atlantikun verior, nordishtja e vjetër ruante një gramatik relativisht komplekse dhe është ruajtur në një korpus të pasur letrar, veçanërisht në Island. Gjatë periudhës së vonë mesjetare, variantet rajonale po ndaheshin progresivisht, duke u dhënë origjinë gjuhëve nordike moderne që njohim sot. Në rajonet që sot u korrespondojnë Gjermanisë, Austrisë dhe pjesëve të Zvicrës, historia gjuhësore mesjetare përshkruhet në terma të fazave. Gjermanishtja e lartë e vjetër në fillim të mesjetës dhe gjermanishtja e lartë e mesme në periudhën e plot, duke mbuluar përafërsisht nga viti 1050 deri në 1350. Kjo e fundit është ngushtësisht e lidhur me letërsinë obortare dhe zbulon ndryshime të mëdha zanore, evolucion gramatikor dhe një ndjenjë më të qartë të standardeve letrare rajonale. Duke lëvizur drejt lindjes, një tjetër kapitull i madh i historisë së gjuhëve mesjetare po shfaqej në territoret slave. Në për të gjithë Evropën lindore, shumica e njerëzve flisnin gjuhë slave, një familje e madhe gjuhësh të afërta që shtrihej nga Ballkani deri në pyjet dhe qytetet buz lumenjve të asaj që më vonë do të bëhej Rusia, Ukraina dhe Bielorusia. Për ata që përshkonin botën e krishterimit ortodoks, një gjuhë në veçantë ishte thelbësore për jetën e kishës, slavishtja kishtare. Nuk ishte e folura e përditshme e shumicës së njerëzve, por përdorej gjerësisht për shkrimin fetar dhe ndihmonte në lidhjen e komuniteteve në rajone të ndryshme slave. Kjo gjuhë gjithashtu u përhap së bashku me alfabetin cirilik, i cili u bë sistemi kryesor i shkrimit në shumë zona të ndikuara nga Bizanti. Në Rusinë e Kievit, Rusi i Kievit dhe në shtetet ruse që pasuan, njerëzit flisnin variante të slavishtes lindore, ndërsa shumë tekste të shkruara, veçanërisht ato fetare, tregonin ndikim të fortë të slavishtes kishtare. Dhe sepse ky rajon ndodhej midis zonave të mëdha kulturore, një udhëtar mund të ndeshej me mbivendosje të bollshme gjuhësore, latinishten dhe gjermanishten në perëndim, greqishten në jug dhe popujt turkofon në stepa. Varësisht se ku ndodheshe, gjuha mund të zbulonte besimin e bashkëbiseduesit, lidhjet e tij tregtare ose me cilën botë politike ai ndihej më i afërt. Dhe asnjë histori mbi gjuhët mesjetare nuk do të ishte e plot pa folur për Bizantin, perandorinë romake të lindjes, e cila ruante një trashëgimi gjuhësore po aq komplekse sa vetë historia e saj. Perandoria bizantine lindi si gjysma lindore e perandorisë romake, kështu që latinishtja ishte fillimisht gjuha zyrtare e qeverisë imperiale dhe e ligjit. Megjithatë, mesdheu lindor ishte prej kohësh kryesisht grekofon, dhe me kalimin e kohës greqishtja zëvendësoi latinishten në administratë. Në fillim të mesjetës, greqishtja ishte bërë gjuha kryesore e dukshme në dokumentet qeveritare, në arsim dhe në pjesën më të madhe të jetës publike në Bizant, ndërsa latinishtja vazhdonte kryesisht në disa tradita juridike dhe në kontaktet me perëndimin.
Greqishtja e Bizantit nuk ishte saktësisht greqishtja e autorëve të antikitetit, as ende greqishtja moderne. Shqiptimi dhe gramatika e përditshme ndryshuan gjatë shekujve dhe shkrimtarët mesjetarë shpesh përdornin fjalor të ri kristian. Në të njëjtën kohë, bizantinët e kulturuar admironin letërsinë e vjetër, kështu që shkrimi formal mund të ishte qëllimisht i vjetëruar në stil, dhe greqishtja e lexuar në një kronik mund të tingëllonte më e lashtë se sa greqishtja që njerëzit flisnin në shtëpi. Përveç kësaj, Bizanti nuk ishte kurrë vetëm grej. Ishte një perandori shumë gjuhëshe, veçanërisht në rajonet kufitare dhe në qendrat e mëdha tregtare. Mund të gjejë armenishten në lindje, gjuhët slave në Ballkan dhe sirishten në komunitetet kristiane të lindjes së afërt, ndërsa arabishtja kishte rëndësi në zonat kufitare, në diplomaci dhe në tregti. Në shumë vende, njerëzit e navigonin jetën e përditshme në gjuhë lokale, duke përdorur greqishten kur merreshin me shtetin ose me hierarkinë kishtare. Dhe ishte pikërisht në kufit e kësaj bote greko-romake që një nga revolucionet më të mëdha gjuhësore të historisë mesjetare filloi të merrte formë. Nga shekulli VI, arabishtja u shfaq si një nga gjuhët më të rëndësishme të botës mesjetare. Ndërsa sundimi islamik përhapej në lindjen e mesme, në Afrikën e Veriut dhe avanconte në pjesë të Evropës dhe Azisë Qendrore, arabishtja e shoqëronte atë, fillimisht si gjuha e një urdhri të ri politik dhe fetar, e më pas si një gjuhë praktike për administratën, dijen dhe komunikimin në distanca të gjata. Me kalimin e kohës, ajo u bë një gjuhë e shkruar e përbashkët për një rajon gjigant, e dukshme në gjithçka, nga dokumentet juridike deri te mbishkrimet dhe veprat shkencore e filozofike. Një arsye themelore pse arabishtja mundi të përhapet aq gjerësisht është se gjuha e shkruar mbeti relativisht e qëndrueshme, madje edhe kur e folura ndryshonte shumë nga vendi në vend. Arabishtja e përdorur në Kur'an dhe në shkrimin formal ofronte një pikë referimi të përbashkët në të gjitha rajonet. Por në jetën e përditshme, njerëzit flisnin forma rajonale që mund të tingëllonin mjaft ndryshe në shqiptim, fjalor dhe madje edhe në disa aspekte gramatikore. Dikush nga Maroku dhe dikush nga Iraku mund të lexonin të njëjtën arabishte formale, por ta kishin më të vështirë të kuptonin të folurën e përditshme të njëri tjetrit. Arabishtja as nuk i zëvendësoi gjuhët e mëparshme brenda natës. Përpara se të bëhej dominuese në shumë zona, aramaishtja kishte qenë për një kohë të gjatë një gjuhë e rëndësishme në lindjen e afërt. Sirishtja, një formë e rëndësishme letrare e aramaishtes, mbeti veçanërisht relevante midis komuniteteve kristiane për shkrimin fetar dhe mësimin. Në shumë vende, këto gjuhë vazhduan krah për krah me arabishtën për shekuj, duke krijuar një panoramë shumë gjuhëshe ku njerëzit mund të dëgjonin një gjuhë në shtëpi, një tjetër në kishë dhe të ndeshnin arabishtën në jetën më të gjerë publike. Ky model bashkëjetese midis gjuhëve do të përsëritej, me variacione, në të gjithë shtrirjen e botës mesjetare, përfshirë kontinentin e gjerë afrikan. Në Afrikën e Veriut, arabishtja u bë gjuha më e përdorur në qytete dhe në komunikimin në distanca të gjata, por bashkëjetonte me gjuhët amazik, berbere, të folura gjerësisht në Maghreb dhe në Sahara. Në luginën e Nilit, koptishtja vazhdoi si gjuha e komuniteteve kristiane egjiptiane dhe në Etiopi gjuha gees shërbente si gjuhë e shkruar dhe liturgjike për tekstet kristiane, e ruajtur në dorëshkrime dhe në brendësi të kishave gjatë shekujve. Përmes Afrikës perëndimore, arabishtja bëhej e rëndësishme për mësimin islamik, duke u përdorur her pas here për të shkruar gjuhët lokale me shkrim arab, një praktikë e quajtur ayami, ndërsa familje të mëdha gjuhësore si gjuhët mand dhe songhai jepnin formë komunikimit të përditshëm. Në bregun lindor, suahilishtja u zhvillua si një gjuhë e madhe bregdetare me ndikime të forta nga arabishtja, rezultati lidhjeve intensive tregtare të Oqeanit Indian. Kthyer në kontinentin aziatik, një gjuhë e ndryshme kishte fituar një rol unik në rrugët që lidhnin Mesdheun me Indin dhe më tej. Persishtja u bë një nga gjuhët urtë të mëdha të botës mesjetare, veçanërisht në Iran dhe në Azinë Qendrore dhe më vonë në pjesë të Azisë Jugore. Në periudhën mesjetare, një standard i ri i shkruar, i quajtur shpesh neopersisht, fitoi rëndësi dhe u përhap gjerësisht, duke u bërë një gjuhë prestigji në kontekste të sofistikuara. Në shumë mbretëri dhe perandori në lindje të Mesdheut, persishtja gjendej në korrespondencat zyrtare, poezinë e oborit dhe kronikat. Ajo bashkëjetonte me arabishten, e cila mbetej veçanërisht e rëndësishme për religionin dhe shumë fusha të dijes, kështu që botët dygjueshe ishin të zakonshme në qarqet e dietarëve. Persishtja nuk i zëvendësoi gjuhët lokale në rajonet ku u përhap, shpesh ajo ulej mbi një realitet shumë gjuhësh, me gjuhë turkike në kontekste ushtarake dhe të stepave, dhe një shumëllojshmëri gjuhësh lokale në të folurën e përditshme.
Më në jug, duke kaluar malet dhe luginat e nën kontinentit indian, një realitet gjuhësor edhe më kompleks e priste udhëtarin. Nën kontinentin nuk ishte kur një botë me një gjuhë të vetme, dhe kjo diversitet nuk u zhduk. Azia Jugore mbetet një nga rajonet më shumë gjuhëshe të botës. Gjatë pjesës më të madhe të mesjetës, sanskritishtja mbeti gjuha e prestigjit më e rëndësishme për shkrimin e ditur, religionin dhe kulturën e elitës. Nuk ishte e folura e përditshme e shumicës së komuniteteve, por kishte rëndësi sepse ajo udhëtonte. Studiuesit, poetët dhe zyrtarët e formuar në sanskritisht mund të komunikonin midis rajoneve në një mënyrë që e folura lokale shpesh nuk e lejonte. Në të njëjtën kohë, mesjeta pa ngritjen e gjuhëve rajonale si gjuhë të shkruara dhe letrare më vete. Në jug, tamile kishte një traditë të thellë klasike, ndërsa kanade, telugu dhe malayalam zhvilluan letërsi të pasura mesjetare dhe përdorim obortar. Përmes veriut dhe lindjes së nën kontinentit, gjuhët paraardhëse të bengalishtes dhe format e hindishtes u bën gjithnjë e më të dukshme në poezi dhe në shkrimin fetar të destinuar për audienca më të gjera. Në lindjen e largët të këtij kontinenti të gjerë, një zgjidhje rrënjësisht e ndryshme ishte gjetur për sfidën e komunikimit midis rajoneve. Gjatë pjesës më të madhe të periudhës mesjetare, konstantja më e madhe në Kinë ishte gjuha e shkruar. Njerëzit e arsimuar përdornin kinezishtën klasike për qeverisjen, dijen dhe shkrimin formal, dhe sepse karakteret kineze nuk janë të lidhura me një shqiptim të vetëm, i njëjti tekst mund të lexohej në të gjithë shtrirjen e perandorisë edhe kur njerëzit në rajone të ndryshme nuk flisnin në të njëjtën mënyrë. Sidoqoftë, kinezishtja e folur nuk ishte kurrë një gjuhë e vetme. E folura rajonale vazhdoi të devionte përgjatë shekujve, dhe këto dallime u thelluan gradualisht, veçanërisht midis varianteve të veriut dhe të jugut. Mandarinishtja i ka rënjët në të folurën e veriut, e cila fitoi ndikim ndërsa kryeqytetet veriore formsuan mënyra më të gjera komunikimi. Kantonishtja daton nga e folura e jugut të largët, e qëndërzuar në Guangzhou, e cila u rrit në rëndësi rajonale ndërsa qytetet dhe rrjetet tregtare të jugut u zgjeruan. Dhe ky ndikim i kinezishtes së shkruar nuk do të mbetej i kufizuar brenda kufive të perandorisë. Në për të gjithë Azinë lindore mesjetare, kinezishtja klasike funksionoi si gjuha e shkruar e prestigjit e rajonit për qeverisjen, dijen dhe diplomacinë, madje edhe në vende ku askush nuk fliste kinezisht si gjuhë amtare. Në Japoni, shkrimi fillestar varri fort nga karakteret kineze, të quajtura kanji, por shkruesit zhvilluan mënyra për t'i përshtatur karakteret me të folurën japoneze. Dhe rreth shekullit IG shkrimtarët japonez tashmë prodhonin vepra të rëndësishme në një formë të shkruar më të afërt me japonishtën e folur. Në Kore, karakteret kineze dominuan shkrimin formal për pjesën më të madhe të periudhës mesjetare, por një ndryshim i madh ndodhi në shekullin JV, kur obori i dinastisë Joseon krijoi Hangul, një alfabet fonetik i konceptuar për të shkruar korenishtën në mënyrë më të drejtpërdrejtë. Në Vietnam, kinezishtja klasike ishte gjuha e qeverisë dhe e dijes për shekuj, ndërsa vietnamishtja zhvillonte Chunom, një sistem karakteresh i përshtatur për gjuhën lokale. Duke udhëtuar nëpër Azinë lindore mesjetare, hasje vazhdimisht të njëjtën ndarje, një kulturë shkrimi të përbashkët dhe të lidhur me Kinën në krye dhe gjuhë të folura thellësisht lokale që formsonin jetën e përditshme kudo. Por kishte një botë që sfidonte të gjitha këto kategori fikse. Një botë në lëvizje të vazhdueshme ku gjuha ndiqte gjurmët e pushtimeve dhe të karvaneve. Nëpër stepat e mëdha të Eurasisë, që shtriheshin nga deti i Zi deri në Mongoli, gjuha formsohej nga mobiliteti. Perandorit dhe konfederatat e stepave lidhnin distanca të mëdha përmes diplomacisë, luftës dhe tregtisë, dhe udhëtarët shpesh gjenin gjuhët turkike si disa nga gjuhët e folura më të përhapura. Ekspansionet mongole të shekullit GI shtuan edhe një shtresë tjetër të madhe. Mongolishtja u bë politikisht e rëndësishme në një rrjet gjigant imperial, dhe sundimtarët mongol administronin popullsi shumë gjuhëshe nga Kina në lindjen e mesme dhe në Evropën lindore. Edhe brenda territoreve të sunduara nga mongolët, komunikimi i përditshëm shpesh mbetej lokal, kështu që ndikimi i mongolishtes bashkëjetonte me gjuhët turkike në step dhe me persishten, kinezishten e shumë gjuhë të tjera në rajonet e ngulitura. Duke qenë se stepa lidhte kaq shumë botë, ajo gjithashtu prodhonte kontakt të vazhdueshëm shumë gjuhësh. Tregtarët, të dërguarit dhe ushtarët kalonin midis gjuhëve dhe perandorit vareshin nga përkthyesit dhe komunitetet e përziera në qytetet kufitare dhe rrugët e karvaneve. Në terma praktik, stepa ishte më pak për një gjuhë të vetme të stepave dhe më shumë për lingua franca të mbivendosura, me mongolishtën në kulmin e fuqisë mongole dhe gjuhët kryesore të shkruara që dominonin perandorit fqinje të ngulitura.
E megjithatë, edhe pasi kemi përshkruar të gjitha këto gjuhë të mëdha të pushtetit dhe prestigjit, portreti i botës mesjetare do të ishte i paplot pa njohur zërat që nuk u shtypën kurrë nga përparimi i këtyre gjuhëve dominuese. Bota mesjetare ishte e mbushur me gjuhë të tjera të rëndësishme, disa të lidhura me kultura rajonale të forta, të tjerat me tregtin në distanca të gjata ose me komunitete koezive. Në Evropën perëndimore, udhëtarët ende mund të gjenin gjuhë kelte si irlandishtja, walesishtja dhe bretonishtja. Në veri të Iberisë, baskishtja persistonte si një gjuhë e veçantë, pa lidhje me gjuhët romane fqinje, pjesë e panoramës gjuhësore të përditshme të rajonit gjatë gjithë mesjetës. Rreth mesdheut lindor dhe Kaukazit, komunitetet të mëdha përdornin gjuhë me traditat e tyre të gjata të shkruara, përfshirë armenishten dhe gjeorgjishten. Më në veri dhe në lindje, udhëtarët mund të ndeshnin folës të gjuhëve fino-ugrike, paraardhëse të finlandishtes dhe estonishtes, që jetonin krah për krah me fqinjet skandinav dhe slav në rajone kufitare ku njerëzit shpesh mësonin më shumë se një gjuhë për t'u marrë vesh. Disa gjuhë gjithashtu udhëtonin sepse komunitetet i mbanin me vete për te i kufive. Hebraishtja, për shembull, përdorej gjerësisht për jetën fetare dhe intelektuale hebreje në të gjithë botën mesjetare, madje edhe kur biseda e përditshme bëhej në gjuhën lokale të kudo që jetoi. Në lagjet hebreje të Toledos, në komunitetet e Truas, Trojës, në tregjet e Kairos ose në sinagogat e Bagdadit, hebraishtja ishte filli që qepte një diasporë të shpërndarë në një traditë të vetme të shkrimit. Pamja që shfaqet nuk është ajo e një piramide gjuhësore të rregull, me një gjuhë në maj dhe të gjitha të tjerat poshtë. Është më tepër një tapiceri e dendur, e mbivendosur dhe në ndryshim të vazhdueshëm, ku gjuhët e mëdha të prestigjit ofronin instrumente të shtrirjes dhe komunikimit, por nuk i shuan kurrë rrjetën e pasur të gjuhëve rajonale dhe komunitare që formësonin jetën e përditshme kudo. Bota mesjetare ishte, mbi të gjitha, një botë me zëra të shumë. Në çdo treg, në çdo port, në çdo rrugë pelegrinazhi, ajri ishte i mbushur me fjalë që kalonin kufit, këmbenin kuptime dhe transformonin si gjuhët, ashtu edhe njerëzit që i flisnin ato. Një murg që lexonte latinisht në Northumbria, një tregtar që negocionte në persisht përgjatë lumit Oxus, një fëmijë që mësonte karakteret kineze në Kore, një shkrues që kopjonte tekste në gejes në malet etiopiane. Secili prej tyre banonte në një univers gjuhësor të veçantë dhe në të njëjtën kohë bëhej pjesë e diçkaje shumë më të madhe. Gjuhët nuk janë thjesht mjete komunikimi. Ato janë arkiva të gjalla të përvojës njerëzore. Ato mbartin në vete gjurmët e migrimeve, të pushtimeve, të shkëmbimeve tregtare dhe të besimit. Dhe studimi i asaj se si ato lindën, udhëtuan, u transformuan dhe ndonjëherë u zhdukën, është, në fund të fundit, studimi i asaj se si qenjet njerëzore ndërtuan dhe rindërtuan botën rreth tyre. Bota mesjetare që eksploruam në këtë dokumentar nuk është aq e largët sa duket. Çdo herë që dikush flet portugalisht, spanjisht, frëngjisht ose italisht, bën njehon latinishtja e manastireve mesjetare. Çdo herë që dikush lexon një tekst në arabishte klasike, prek të njëjtën gjuhë që lidhi Bagdadin, Kairon dhe Kordobën. Çdo herë që dikush mëson japonisht ose korenisht, ndjek hapat e shkruesve. Mesjetarët që përshtaten sisteme të tëra shkrimi për t'u dhënë zë gjuhëve që nuk përshtateshin në kallëpet që kishin marrë. Gjuhët që kemi trashëguar janë trashëgimia e zgjedhjeve të bëra nga njerëz që jetuan shekuj më parë, zgjedhje mbi atë se çfarë të shkruanin, çfarë të ruanin, çfarë të transmetonin dhe çfarë të transformonin. Dhe secila prej këtyre zgjedhjeve ka lënë një shenjë që ende mund ta dëgjojmë, nëse dim të dëgjojmë. Nëse kjo zhytje në gjuhët e botës mesjetare zgjoi te ju të njëjtën kuriozitet që na shtyn ne të eksplorojmë dhe të rrëfejmë këto histori, atëherë ju tashmë e dini se çfarë të bëni. Regjistrohuni në kanal dhe bëhuni pjesë e këtij komuniteti dëgjuesish që nuk mjaftohen me heshtjen e së kaluarës. Pëlqejeni këtë video në mënyrë që më shumë njerëz të mund t'i gjejnë këto histori dhe lini në komente se cila nga gjuhët mesjetare që eksploruam sot ju tërhoqi më shumë vëmendjen. Në fund të fundit, çdo zbulim i madh fillon me dikë që vendosi t'i kushtoj vëmendje një fjale që bota e harroi.